Greek? Yes. Oh, you never trust a Greek. He's sure to diddle you. You're Greek, aren't you? Me? Stupid big mouth. No, madam, no, please. I'm not Greek. I'm Albanian. Are Albanians Christians? 7 Zotat e Fatit është filmi më i mirë i këtij edicioni të 11 të Festivalit Filmit në Tiranë. Demokracia nga vendi që Prodhim britanik i kinemas indipendente i regjizori pakistanez Jamil Deilavi, me protagonist aktorin shqiptar Nik Xhelilaj, që edhe kësaj here është emigranti ilegal, jeta në Londër e të cilit përfshihet në rrethana dramatike. Especially to Nik Xhelilaj. Regjisori Deilavi, që tërhoqi trofeun, bufin simbolik të fatit, ishte nga pak fituesit e pranishëm në ceremoninë e çmimeve, natë që gjithë fushën e vëmendjes ja rezervoi star politikës. Dhe organizatorët quajnë pikë të fortë një finale që bën bashkë në një çati Ramon dhe Bashën, ndërsa njerëzit e kishin të vështirë të identifikonin fituesit e vërtet, gjë që kryeministri Rama, atë ngatrimin e letrave dhe pjesëmarrjen e pak fituesve, e quan virtyt të një festivali që bëhet me zemër. Çmimi ishte një mik shumë i afërt, një mik zemre. Ai është këtu për të shpallur një çmim të ri për montazhin që mban emrin e montazherit francez Luc Barnier. Çmimi i shkon një film nga Franca, Humus, i Frédéric Lebond. Është momenti që duke i bërë lavd luftës kundër vdekjes, kryeministri të demonstrojë në publik dashuri të thellë për miq të humbur. Dy çmime për filmin Bia, të regjizori grek Thanos Anastopoulos, për regjim të mirë dhe për aktorin fëmijë, protagonistja më e mirë Sabina Limani, shqiptare e lindur në Greqi. Dhe kam shumë derë të veçantë nënës së saj, Teftës, t'ja jap këtë çmim. Disa trofe për italianët në këtë festival. Ka nga ata që kthehen në tif si në shtëpi, siç është rasti i Simone Salveminit, që po merr një çmim special në gjininë e dokumentarit të shkurtër. Në fles shqiptar, me falni. Rofsh. Parlo italiano. Një çmim për filmin e parë të shkurtër që jepet në Art Zeshqirajt nga Kosova. Mban emrin një miku vërtet me kontribut për këtë festival, të ndjerit Ron Holloway. Luzim Sula në kategorinë e filmit shqiptar të shkurtër është fitues me Unë, Deti dhe Mbështetja e Bashkisë së Tiranës sjell ndërmend se festivale të këtij lloji duhet të jenë festivale të qytetit, që ju shërbejnë njerëzve, që nuk të thotë të jenë falas, traditë që mbetet në fuqi, treguesi gjendjes ku ndodhet kultura dhe artet në Shqipëri, që s'mund të kuptohet para uljen e ambasadave. Do të shihemi përsëri pas një viti, e dim se do të jetë gjithmonë më vështirë, sepse sfida e re quhet cilësi. Nga ky aparat i projeksionit të filmave në ekranin e Mileniumit, u shfaq ndoshta një nga programet më të mira që ka pasur historia e këtij festivali, gjithashtu me frekuentimin më të lartë. Tifi pati netët mbushur si sot, ku njerëzit presin të mbarojë ceremonia mërzitshme me politikanë ambasador dhe të fillojë Fellini. Çuditë quhesh Federico është homazh jetore skolas për Federico Fellinin, që vjen menjëherë pas festivalit Venecias në Tiranë. Kjo nevojë e njerëzve për kinema të mirë nuk po kuptohet akoma nga ata që administrojnë për kulturën, jo vetëm parat, po nganjëherë edhe dëshirat.